Në ndërkohë kemi filluar punën për summitin e NATO-s. Në dukje ka kohë, por në fakt kjo është mënyra se si punohet për summitet e NATO-s. Fillon puna 2 vjet përpara dhe faktikisht pasi ka ardhur grupi i inspektimit nga qendra e NATO-s në Bruxelles për të parë të gjitha opsionet dhe për të inventarizuar të gjitha kushtet dhe mundësitë e infrastrukturës, mikpritjes, logjistikës, e kështu me radhë. Topi është në fushën tonë për të shkuar përsëri në qendër me një master plan të përgjithshëm të organizimit.